Atëherë vuani nga koliti, keni hemoroide, keni gjakderdhja, ja zgjidhja me produkte bimore për ju. Fillojmë me çajin e kolitit që është kryesori. Marrim një tenxhere e mbushim me 2 litra gjysmë ujë. Fillimisht duhet të jep vetëm ujë 4 deri në 5 minuta derisa të marrë val. Ky çaj produktet e tij dhe përbërësit e tij ka lulën e basanit, mëndrën e butë, boronicën e zezë, bar blete, bar majasalli. Në 2 litra gjysmë ujë të valuar hidhet një paketë të tillë, është ndarë me paketa brenda. Po në të njëjtin vend hidhet një lugë gjelle çaj lule bisamithi ose një mifleci si quhet ndryshe, ndihmon shumë kur kemi gjakderdhje. Po në të njëjtin vend i shtojmë një lugë gjelle bar majasalli, që na ndihmon për tretjen dhe për rregullimin e zorëve. Po në të njëjtin vend shtojmë një lugë gjelle çaj drunakuqi. Po në të njëjtin vend një lugë gjelle ose 3-4 fije lëvore vidhi. Të njëjtën gjë një lugë gjelle çaj mëllage. Në momentin që janë bashkuar gjithë çajet bashkë, i lejmë 2 minuta tjera të zgjenë. I fikim dhe i kullojmë. Konsumohet 3 herë në ditë nga i go 200 ml pas buke, pjesa tjetër që tepron ruhet deri në frigoriferit. Çaji përsërohet sipas dëshirës, mund pihet i ftohtë, nuk ka asnjë problemi. Tani kemi edhe kremin e hemoroideve, që në momentin që ne kemi hemoroideve, lyhemi 2 herë në ditë me kremin. Shplahemi shumë mirë me ujë ftohtë dhe pastaj lyhemi me kremin. Faleminderit që më ndiqni, për porosi na kontaktoni në numrin ton ose në DM. Faleminderit.